Good morning, and happy Monday. Today it's June 15. Another vlog in a vacation wizarding world. Ja ku jemi këtu dhe ja ku jemi tek pllumat këtu dhe ja ku jemi tek nuk po shoh asgjë që shtyt, po him brenda edhe po dalim së pari ju në mëngjes tani, por në kafeni po shkojmë për me pi kafeun, po marr unë ujin së pari edhe po shkojmë në restoran të shohim se today another wizarding world video, another wizarding innovation. Ja ku është me të gjelbërta, ja ku jam kështu edhe po ikim, po shkojmë të shohim çka kemi edhe sot. Today another wizarding world, today another video që tregojmë se si mundet një wizarding të përjetoj summer wind përpara se të vi fall time apo smoke time. Kështu që do t'ju tregojmë edhe today one wizarding in the summer, edhe jeta e një wizarding. Kështu që të shohim. Shiko, duhet të shijoni palmat edhe të shijoni mëngjesin. This is a morning 7:30 time. Mëngjesi, nature, green wizard. Shiko, se sa bukur, near the sea, edhe fantastike. Shiko, këto janë si manolja që janë këto. Tipike. Ja ku është deti. Sa bukur, kafe time.
Ke shpi vet. E ke shpi vet. It's morning. Shikoj frutat. Fantastike kjo pjesë këtu. Shëndet po marrin njerëzit. Hoteli. Edhe kështu. Okej, ja ku jemi tani në plazh, prap në sheslone. Sot e hëne ka më pak njerëz dhe jemi shumë afër detit. Kështu që do të kënaqemi sot dhe të shohim si do të kalojmë me Wizarding Summerwing Magic Season. Shiko pikturit se sa jemi larg, jemi vetëm 2 shezlone, 1, 2 dhe kjo i treti joni. Dhe shiko po duket e gjithë deti këtë dhe njerëzit po luajn, akoma nuk po lahen, është mëngjes. Okej. Shkojmë, shiko, kam qef me ecë në zall si Wizarding. Praktikoni të ecni në zall për të marrë energjinë e zallit. Dhe pastaj praktikoni të ecni edhe në ujë, në deti, kështu që. Të deti ka ardhur deri kënina. Dhe shiko se si është tërhekur. Tani po hym në zonën e ujit. Nuk ka asgjë. Wow. Ja, është fantastike. Po hym. Shiko. Deri dikun. Më ftoft. Praktikoni të hasni edhe në ujë. E shën kur e keni kështu të pakës, të ikni. Që sa është nga Bregdeti. Shiko. Sa bukur. Praktikisht. Shiko tash jemi deri këtu. Shiko. Po hicim. Po him në ujë. Jo është ujë ngratë. Edhe pse mëngjesi është pak më i ftohtë. Wow, deri ku kemi hy. Edhe po dalim për shkak se jemi në telefon. Shiko sa larg jena. Edhe kështu. Shiko se sa bukur. Fantastike po duket për shkak se sot Monday edhe nuk kemi njerëz. Shiko. Edhe pak më brenda. Fantastike. Po shoh peshqi. Pak sa hire. Shiko. Shiko. E tani po dorim pak më. Shiko. Është mirë që të praktikojmë në Summerwing të hicim rreth ujit, rreth detit. Të shijojmë valët. Shiko. Kjo është një nga Malçi. Wow. Yes. Dhe u qetësua. Tashe është interesante të shohim këtu se si po largohen. Shumë
Interesant me hec kur s'është. Do më thonë praktika në për ta shijuar ujin. Ndoshta me mbledhe ndonjë guask. Shumë fantastike. Oh, yes. Uji shumë i ngratë, tikon. Wow! S'ka këtë fare. Është tani jemi pa ujë. Aty kishim pak ma ujë, këtu s'kemi. Praktika për të ecë në ujë. E na e kemi qytetin. Këtë çadrat më pëlqejnë. Çadrat bukura me shezlone. Nuk kemi as peshqi. Pra, si resorting. Jemi këtu në detin dhe ta shijojmë detin. Kështu. Jemi duke shkuar tek shezlonet. Ja ku jam tani në shtëpi. Edhe po du me pushu pak, pastaj dalim përsëri në plash. Sot është nxehtë. Ja ku jemi tani në plash nga ora 5 e mazdites. Ka valë, do të tërheqtesh edhe të shohim si do të kaloj. Mazditen. Shumë nxehtë. Shiko dhe ku ka ardhur uji. Shiko, do ta bëjmë një ritual për ta tërhequr valët. Dhe valët duhet ta tërhequr qështu, qështu. Dhe për t'i treguar se ju duhet të shkoni për këndej. Tërhequni. Okej. Ja ku e kemi. Pastaj e bëjmë një ritual tjetër. Për ta tërhequr dielli, për t'i tregu diellit se
dielli qesh. Do të nale valët. A do të nale valët? No! Okej. Kështu që kemi bërë ritual. Të t'i bëjmë ritualet në ujë. E të tregu se... Mo! Agnes. Mo! Okej, edhe një herë. Oh. Shumë. Okej, presim. Në ujë. Nuk po nalem. Shka. Se... Qa ka për mu? Wow! Oh! Ardhujtë. Shka. Qëta të bëjmë ritualin e diellit për ta kërkuar nesër ngrohtësinë. Shka se sa bukur me hënën. Do ta bëjmë ritualin e diellit edhe në plazh, hëna dhe dielli. Shika. Dhe të shohim apo vjen uji për ta marrë hënën edhe diellin, ose duket nuk po mundet deri të marrë. Vetëm nëse është ndonjë nuk po mundet. Hajde, hajde. Wow, sura. Do me thonë, ne mund t'i shfrytëzojmë kështut për të bërë ritualet e hënës dhe të diellit. Hidni. Dielli pak, hëna pak o shku, e cilin cili i pari po shkan. Do ta bëjmë edhe ritualin e yllit. Edhe ylli. Afër të me këtë. Të shohim cilin po e merr ujin më përpara. Shiko, aty se si e pin këto ka uje. Shiko. Wow. Sot e kemi vë magjin, apo e kemi vë ritualin e... Shiko, do ta bëjmë ritualin e këmbëve. Oh my god.
She's good. Oh no. Shika. Wow. No. Oh, Zike. Wow. Dhe kështu kalon një ditë e një magjistari në det. Duke munduar me marrë sa ma tepër rrezë dielli, ritualet e verës, sa marrë ritual edhe për me vjedh gjëra që ka, nëse ka, gjithmonë. Kjo është pra kështu. Dhe këtu për sot në deti kaq. Ja ku jemi këtu dhe jemi dalë tani në qytet dhe ja ku jemi këtu çka sot kam me jarkat dhe kështët kështu sot kam kështët këto kështët hajde. Dhe po ecim bukur këtu. Bëjmë një foto. Muzika po fillon. Si vizard mund të merrni edhe akurë, pjepër, ko marrë pjepër si orange, mango nuk kishte. Ice cream. Delfin Hotel. Ty po zotin. Shiko se sa na orë të fundi. Edhe shiko se sa interesant qyteti. Edhe shiko uje. Sa interesant. A piscina. Non sai. C'è. Oh, su. C'è. Hotel. C'era Hotel Tanusha. C'era diti. C'era plage. C'era uje. Tanusha Hotel. C'era... Mamma mia. Prishtina Hotel. Qërë me pëm këtu. Si interesant. Stete. Shiko se sa I bukur restorani. Kjo hotelet këtu. Pizza margarita for me, just for me.
So, Okay, this is it for today. Edhe një video tjetër po e krym këtu e 5 ditë në Shenzhen në vacation, and this time to vlog in a wizarding world in a summer rain. Gjithë që pëlqen video me bëni like, bëni subscribe për të gjitha videot mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next time.